Loredana Brati, e ftuar në Shqipëria Live, ka folur edhe një herë tjetër për Josefin Markun, me të cilin pati një marrëdhënie në Big Brother VIP Albania 4. Ajo tregoi se pavarësisht se i kanë dhënë fund lidhjes, sërish i uron suksese, madje pranoi se është i vetmi burr që ka pasur këtë vit. Ka disa marrëdhënie që nuk shuhen kollaj dhe besoj që unë dhe Jozi, pavarësisht se jemi munduar të mërzisim njëri tjetrin, prap emrat tanë kanë për të lidhur gjithmonë. Është burri i vetëm që kam pasur këtë vit, e ka parë gjithë Shqipëria. Mëtej u shpreh se u gëzua për koncertet e tij dhe se kanë komunikuar nga pak. U gëzova shumë për koncertet, i uroj suksese, kemi pasur pak komunikim. Loredana ju përgjigj edhe pyetjes se çfarë ka mes saj dhe Don Xhonit, pasi u përfolën për një lidhje. Modelja sqaroi se në fakt miqësia e tyre lindi për shkak të një bashkëpunimi i cili ngeli i paralizuar. Ka lindur si një bashkëpunim, më ka kontaktuar vetë, kemi ruajtur respekt për njëri tjetrin, nuk kemi pasur lidhje, vetëm ruajmë një respekt të madh. Nuk mund të flas keq, është shumë i edukuar. Kënaqësi që e kam njohur dhe që ruaj kontakt. Bashkëpunimi nuk u realizua dot për fajin tim, por të shohim në vazhdim, tha ish banorja e Big Brother VIP Albania 4, Loredana Brati.